situata duket kritike në marrëdhëniet të rrafshin ndërkombëtar për Kosovën, askush nuk e ka në optikën e tij të analizës këtë. Shiko, kam informata të konfirmuara që për shembull Vučići edhe Dodiku kanë jep goxha do miliona për lobime politike për brenda Senatit, Kongresit e administratës Trump. Do të thotë atje korridoret janë të mbushura me lobingje sërbe, ndërsa ne as ambasada nuk funksionon si duhet. Ata mirën vetëm çish me akomodu gratë e fëmijët e tyre me pas kera në shtëpi me bazen. A kupton? Kemi zero diplomaci në pikën zero jemi, në pikën zero. Pra jemi në një moment kur ne kemi refuzuar gazin amerikan, kur krejt fshinjet tonë po kyqe, me Maqedoni, me Shqipëri, tash edhe Serbia, e të gjithë, e një grup, një lëm, jemi vendosur shishni që me u izolu në atë baltën ballkanike me trash sa më shumë, dhe kur t'i hapim syt mas 4-5 vite, shohim që kufinë në Brez kena me pas kuks dhe atë tjetër nga Malizin Rozhaj. E ne kemi me mbet duke bë tregdi veç me Khrushchev edhe me Nish, që atëherë kam në mend që na ka bë Albin Kurti. Prandaj unë nuk kam dyshim që Albin Kurti jo që ka më rapi pushtetit, po kanë me ngresh zhak nga pushteti vetë këta qytetarë të dëshpëruar që kanë punë pushtet. Po çmimi për Kosovën deri atëherë ka më qenë shumë i madh. Pra izolimi është ekstrem dhe nuk rikuperohet brenda 24 orë. Nuk të thotë ty asnjë administrat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, okay, shka Albin Kurti, hajde tash po rikuperohemi. Jo, se mungon gazi amerikan, mungojnë investimet, mungojnë ato partneritetet strategjike për energjinë që i ka prioritet tash se departamenti e tjera. Pra në rrafshin ndërkombëtar jemi jo në pikën zero, po jemi totalisht të marginalizuar, jemi në periferi në Ballkan dhe kjo është rreziku më i madh kur ti e humb relevancën si shtet në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës një ditë për ditës thonë, okay, we don't need you, s'kem nevojë për ty, e pa të puna jote. Çka tregon mos reagimi i komunitetit ndërkombëtar ndaj deklaratave fashiste që dha Vučić para ushtrisë Serbisë, para asaj ushtrie që shkaktoi gjenocid në Jugosllavi, edhe në Kosovë. Nuk reagoi. Nuk reaguan, unë i kuptoj një dimenzion. Çka flet kjo? Çka flet kjo për? A duhet i bëjmë pyetje vetes? Çka po ndodh me ne? Politikën e jashtme. Në atë kurs që po e ndjekim, që po e kultivojmë, ndërtojmë kështu me radhë. Shiko, po të thoshte dikush, ase ata nuk kanë reagu se mojnë shpresë, që thotë populli mojnë ymit që rrëzohet Vučići. Jo, Vučići ka me fitu 100%, kjo është e sigurt, a më dënë. Po i blin vota, ato i ka mediat, për që ta ka shku në zgjedhje. Diskursin e ka me Kosovë për me ngrit pak natyrisht votë nacionaliste atje, edhe më ngrit edhe Albinit gjatë kësaj kohe, se është këta janë të sinkronizuar në këtë dimenzion. Mirë po ata nuk kanë reaguar bashkia ndërkombëtare për shkak që mojnë ymit që Vučići ka mërzuar për pushtetin. S'po reagojnë sepse si thash, Kosova po humb relevancën e saj ndërkombëtare me këtë sjellje idioteske të Albin Kurti, me këtë vetë izolim, i cili burimin e ka ideologjik, sepse Albin Kurti është neokomunist dhe nuk e don Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kaq e thjeshtë është. Në këtë situatë kur shteti ka humbur relevancën për marrëdhënie ndërkombëtare, si po e shfrytëzon Serbia për ndërtuar përparësitë e saj që kudo që shkon, kudo që është prezente, marrëdhënie ndërkombëtare, që bëj për defaktorizimin edhe më të madh të Republikës Kosovës. Gjithkanë, çdo dimenzion, siç e thash që nga lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e thash që kam informat korridoret i ketë mbushur në Kongres, Senat, administratë. Serbia po fërkënduar. Po, nga mëngjesin darkë. Nga mëngjesin darkë, sepse do thotë ky cirku që e bën Albin Kurti me bllokada institucionesh, me çmimin që me i kap komplet institucionet, çmimin e madh po pagun Shteti i Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Serbia po avantazhon, po imagjinoni tash Serbia ka bledhë disa milion kub gaz të lëngshëm amerikan në këtë kyçe nga qyteti Aleksandropoli në Greqi që vjen ka Maqedonia dhe do në bëhet një kryqëzim të gypave, siç i thojmë ne, për me marr gazin amerikan në Serbi, jo që i duhet, po veç me hin hatër amerikanëve. Por strategjikisht po punojnë shumë larg, ndërsa ne po izolohemi. Dhe kjo ja mbush trunin disa trush shpërlarve, ja se kemi gazin shtrejtë, janë arritje çmime, bla bla bla. Po në fakt baza e refuzimit është i këtyre grupe neokomuniste që kanë me Deona Mihajlin, Albin Kurtin, krye ata në Tiranë etj. A mund të rrezikohet Kosova nga një mësimi e Serbisë nëse Kosova ka raporte të paqëndrueshme
politike, diplomatike me Washingtonin. A mund e trimnon Serbinë që të mendoj në njërin prej ditëve, të shfrytëzoj realitetin politik Kosovë, situata të ndryshme, të prodhoj mbas situata që mund të jetë të ngjashme me krimen atje të mposhtme, kështu me radhë. Po, mund ta sulmoj Serbia Kosovën, për shkak se Kosova për shkak të Albin Kurtit është komplet e izoluar, nuk e ka më përkryen siç e ka pas përpara në 100%, as SHBA-s as të tjera, por a lejon SHBA-ja edhe të tjerët që të riokupohet Kosova? Jo, ato e dim që jo, që është NATO që e mbron Kosovën, por a përjashtohen skenaret e Krimese në veri të Kosovës, ato nuk e përjashtoj, sepse Serbia po punon paralelisht në dy drejtime. E para implementimin e autonomisë, pra i ka rifut strukturat e veta nëpër institucione atje, dhe ti nuk e din, nuk mundesh mi monitoru 24 orë se çfarë bojnë ato, se kjo që bën Xhelas Feqa me ramatim është spektakël, dhe e dyta, në një moment të dopt, çfarë është Kosova, e izoluar, e konfliktuar për shkak të Albin Kurtit me SHBA-n dhe me gjysmën e botës, madje marrëdhënie konfliktuale edhe me Shqipërinë, e përçam nga brenda tjera, natyrisht unë nuk e përjashtoj edhe në sulm të tipit të Radojčićit në Banjska, por kësaj radhe në përmasa më të mëdha. Shpresoj që kalojmë në zgjedhjet e reja, sepse po shihet që s'ka precedent konsensual, nxirret Albin Kurti nga pushteti dhe ne i rikuperojmë minimumin me SHBA-n, edhe me partnerët tonë strategjik tjerë, e minimumi është siguria. E pastaj këto për ekonomie, këto pasojat Albin Kurtit kena me bartë edhe një 10 vjetë.